që me në pikën 2 duhet fjallë të kusha historisë shqiptare dhe etnologjisë, që i kemi marrë si revistat pranuara studimet historike, Instituti Historisë Qendra Studime Arheologjike Tiranë dhe Studime Arheologjike Fakulteti Histori Filologji Universitetit Tiranës, për faktin që kemi të bëjmë me fushën e historisë shqiptare dhe arheologjisë. Personi lidhet me lëndët që kanë bajnë në gjumën, etnolingvistike dhe fushën e etnologjisë shqiptare. Prandaj, punimi i kandidatit është në përputhje me interpretimin e rekomandimit Senatit të datës 22/6/2016 në cilin ka dalur edhe konkursi. Prandaj, sipas fakultetit, këshillit recenzues dhe këshillit fakultetit kandidati i plotëson kushtet dhe ky nuk ka dilemë se çdo përkrahet. Unë i lutem Senatin që ta mbështes sepse Agencioni i Akreditimit e kërkon edhe këtë emër për ta proceduar programin e antropologjisë në etnologji kulturore për ta riakredituar. Në rast se nuk procedohet me dërgu, atëherë jeket ky procesi i akreditimit dhe ne humbim akreditimin. Dami është më i madh se sa ato të ashtu gjujtura dilema, sepse për mu nuk ka dilemë këtu, kjo është me qarë, edhe është revistë që ka edhe recenzion ndërkombëtar, mundeni mu bind për këtë, dhe nëse ka nevojë dhe emrat edhe revistën hartë për sjellur, sekretari i kësaj reviste është një akademik i fshuar në Republikën e Shqipërisë, prandaj nuk ka kurrë bazë që kjo revistë mos pranohet. Faleminderit dekan Shqeni, na veç sa votum se për këto raste ku komisioni ka kontrollu, kanë kontrollu shumë ekspert, po mendoj në kuadër të fakultetit, komisionit e caktuar prej rektoratit, natyrisht që do t'i diskutojmë çdo njerë veç e veç. Çdo kush që i plotson kushtet, po i garantoj se nuk ka me psu. Prandaj vazhdojmë me propozimin cilin veç e miratum. Për procedon si duhet, domethënë Këshilli i Fakultetit, Komisioni Plotësues e ka rekomanduar që është përputhje me ligjin, edhe me statutin edhe me rekomandimin. Ju po ja anashkaloni këtë. Ju lutem se konstatohet që kjo është marrje nga konkursi. Prandaj kjo duhet të dalë në votim dhe dëshirojmë me respektu konkursin dhe rekomandimin apo jo. Në rast se jo, punoni dhe prani pranë. Dekan, unë kërkoha për ju, kemi një mirë kuptim, prap ka me dalë, mos na qitin ato raste që komisioni ka mendu që ka pak hezitime. Absolutisht po them prap, nuk ka mu damtu askush. Po jepna një këtë kohë të përgatitemi pak ma mirë dhe sigurisht kemi procesu. Ka me dalë në këtë senat, ky senat ka me diskutu, ky senat ka me marrë vendim, edhe çdo gjë që nuk është kundërshtim me statutin, natyrisht që ka me u aprovu. Të gjitha që janë kundërshtim, natyrisht që s'kanë marrë. Prandaj kisha lutë mos të him u morën besh në ato që komisioni propozon që ka dilema, ka diçka e diskutueshme, ta lëmë për mbledhjen tjetër, natyrisht na kemi me votuar me diskutim. Kisha lutë për mirë kuptim që ti besojmë ti komisioni, pastaj Ne kemi konsideru edhe që diskutojmë së bashku çdo punim që është në revistë ndërkombëtare. Do ta dim çka është ndërkombëtare. Apo është ta kryjmë falë si zerosin ato. Çdo punim që është në revista ndërkombëtare në përputhje me kriteret e rekomandimit, është konsideru që s'ka dileme se ashtu edhe me senat edhe me statut të punime në revista. Tjerat emërtime realisht që kërkoj dekani është bindje që kërkohet çfarë plotësues. Që kjo është shpjegimi. Prandaj po shkojmë çato raste ku thuhet një punim, dy punime në revista si autori por ose korrespondent. Gjitha databazat e rekomandimit që janë. Pavarësisht se cilën ndodh, nëse ka qenë revistë, është konsideruar që këtu s'ka nevojë, s'mund mundi kur fa dileme. Faleminderit rektor. Në para 10 minuta më memoria më votum që të gjitha rastet që kemi përputhje midis komisionit dhe vendimeve të këshillit dhe propozimeve të komisionit të zgjuar, mos më i trajtojnë këtë mbledhje. Kështu vendosim. Nëse vazhdojmë kështu kemi më me deri nesër.
10 minuta s'ka që votumi procedurë vetëm ata që e kanë katëria për pozitive pozitive. Përsa që duhet me merë mos ati votimi. Faleminderit. Shumë atër vazhdojmë pika tjera. I kisha lutur na Komisioni na ka me shkrim. Si? Që ka dilema. Komisioni më na dhon me shkrim, edhe cilin e një statutit ja pa të obligim më na dhon neve shqetësimin. Me shkrim nuk po shohim që ka dilema. Okej. Për çështje shkencore ka fjalë. Nderuar senator, domethënë që tash po punë debatin tash antarë. Do të bëhet fjalë për 3 pika të rekomandimit. Njëra është konferencat e indeksuara në Skopus. E dyta është përcaktimi i autorëve korespondent me vërtetime. E treta është trajtimi i gjuhës letërsisë shqipe dhe historisë, trajtimi veçantë. Çdo trija janë nenët që ndryshojnë. Po të gjitha kemi me i shëtu. Mirë kalojmë të... Kjo është shkelje e konkursit. Unë besoj Kjo është shkelje e konkursit. Ja dash dekoj një Ju faleminderit. Nuk kemi dalë jashtë rendit ditës, sepse po përcaktohen kriteret të cilat tashmë janë përcaktuar në konkurs. Ne nëse mbajmë mend mirë në konkurs të vjetorit vitit 2016, kushtet e konkursit kanë qenë që statuti dhe rekomandimit të zbatohen plotësisht dhe formulari me cilën antarët e komisionit recenzues i kanë propozimet e veta, dhe kandidaturat e caktuara i kanë bërë pikërisht në bazë të rekomandimit. Mua po m'vjen shumë keq sepse unë vi nga një fakultet i filologjisë, nga një fakultet i shkencave humane, dhe tashmë në gjysmë të rrugës, ta shkelim ligjin në 2 këmbë, themi në vjetor, po shkojmë me statut me rekomandim, të cilin unë personalisht jam e lumtur që në qershor, ndoshta edhe nuk e kam votu, po prapë se prapë po kthehemi te pika tjetër ku duhet valla se kemi pak dilema, nuk është ndesh, është ndesh me statutin, si mundet me qenë pra i rekomandim ndesh me statutin. Nuk kjo po më pengon. Edhe kemi kujdes, të mos përmenden shkencat nacionale në një kontekst të njëjtë, me shkencat teknike, me shkencat e natyrës, me shkencat mjekësore, sepse gjuha, letërsia, historia nacionale, pa marrë parasysh mendimin e profesorëve që vinë nga fakultetet teknike, janë aset i veçantë. Matematika, fizika, kimia mund të studiohen në çdo kant të botës. Baza e studimeve nacionale është Prishtina dhe Tirana. Ju faleminderit. Shqeni, kemi debatu lidhur me këto çështje. Pra po them nëse dani na mund bëjmë pengesa, po them po përsëris. Për tretën herë, të gjitha rastet kanë me dalë në këtë senat. Kemi një komision studimeve, i cili ka konstatuar se ka pak dilema. Kemi një propozim për cilin veç votum. Prandaj mos ta ktheni mbrapa, si nuk është në renditës. Për çdo gjë kemi më dhënë informata, kemi marrë vendim së bashku. Prandaj unë insistoj të vazhdojmë me pika tjera. Rektor, ju lutem ju, jeni duke keq përdorur votimin që e bëmë më herët. Seriozisht po them. Ne e kemi marrë pasqyrën kur komisioni studime për shembull te një rast ka thonë nuk ka punim. Dhe ne këtu i kuptojmë që ka dilema. Nuk kemi votuar ne kur komisioni studime ka thonë e ka punimin në këtë revistë. Prandaj ju lus ju po veproni një diçka që tjetër gjë na keni shpërndar neve material dhe sa tjetër gjë votoni. Ato i keni për vete, nuk i keni shpërndar ne ato. Ato materiale nuk janë shpërndar. Është e vërtet, po ne di çka kam një mail. Ju keni shpërndar diçka tjetër. Ato raste ku keni thënë nuk ka punim, unë e kuptoj që duhet sqarohet dhe janë real në drejtim. Po rastet kur ju keni thënë që me i angazhuar, keni thënë që është në përputhje me statutin e UP-s përkatësisht rekomandimin e Senatit numër 1/344, ne punim në revistën studime historike, kjo është në përputhje, prandaj nuk është rasti i kontestuar. Po është përputhje. Statut ashtu më ashtu. Se ke vendosur. Po çato po dëm sharime të kanë, çato po dëm sharime.
Na pe kontet na për shtyme mon një relevant nga një Çfarë problemi ka me shty? Çfarë problemi ka? Po pse më shty? Kemi arsye, na gram arsye dha dekani votuam edhe kriminalitetin tash. Arsye për elektroteknikë nuk mund me jap arsye për filozofi. Dekan, ja ku është tabela që ka dalë prej mjetës komisionit. Në thonë tabelë, kartrina e vlerimi ka përcejnë, arsimi e sinon e mediaja kanë probleme. Vleruar, nuk e di çfarë materiale të kesh, sa në email tonë në komision që shu, po unë di çfarë materiale kemi marrë ne. Dhe materialet që i kemi marrë ne, këto konstatime nuk janë këto. Konstatimet ju i keni bën brenda natës, kontestimet, prandaj mbi ato kontestime ju tash prodhesni vlerën e senatit. Kjo nuk është as pak në rregull. Dhe kjo nuk është në përputhje me atë që ne kemi vendosur me shkallën e konkursit. Prandaj unë nuk e mbështes. Nuk e mbështes këtë formë. Edhe kërkoj që të hisni dorë nga kjo formë e imponimit, kriterët që nuk i keni përcaktuar ju, po i ka përcaktuar ky senat. Dhe rastet janë procedur në komisionet vlerësuese dhe në këshillat e njësive akademike. Unë i respektoj ato dhe kërkoj që të respektohen. Këtu të bëhet për kjo për shkencat nacionale. Te kanë veçimi të përsëritur, kisha lutë që të mos i përsërisim gjanat, na votuam për atë, do të del në renditës, kemi vendos, kemi qenë edhe ti kemi qenë gjithë, pavarësisht i kemi edhe media, çdo kush ka më pa çka kemi përpara, prandaj nuk po e shoh arsyeshme tash të kthehemi për diçka që veç votuam, që votova edhe tek. Unë zvotova për këtë problem. Prandaj nëse mendoj që do votum publikisht të hiqi atë votë se nuk vajtohem. Edhe unë e të rriti. Po. Jeni ka e kesin të përdo. Edhe po i kesh përdorni. Po votojnë edhe herë. Jo, kesin të përdo. Ti që sharak se na mund me votu dhe Shqyqani, edhe njerë po them, kemi pak ma konstruktiv, kemi me shqytu gjitha rast. Mos na ktheni se këtu bukuria e këtij menaxhmenti edhe senati deri tash edhe ka me qenë edhe ma të tjerë, nuk ka dy palë kundër ka. Ka vetëm një palë që me të vërtetë sikur thanë studentët, shohim, ta respektojmë statutin, me çdo kushte, nuk është as lehtë as për mua. Po mirë keq tash me dal këtë temë tjetër. Nuk është e lehtë as për mua si rektor me na mbyll programet studimore. E kam shumë vështirë, se nëse ne mbyllen programet që kanë me na mbyll, dekan. Pyetja parë, edhe tash, edhe ma vonë, ka me qenë, kush ka qenë rektor. Prandaj, jetë në një kohë, nuk jemi tu kërku kohë që me eliminu asker. Veç t'i skjarojmë gjera. Veç t'i skjarojmë asgjë tjetër. Mos të themi këto javën e ardhshme, ju kemi premtuar që kemi procesuar, jemi tu i procesuar. Para një jave kam pas mbledhjen, sa ditë të majtë mbledhjen. Do të jeni mos të bindën mas një jave, që ose gjithçka shkon rregull për ato dilema, kemi pas mbledhjen tjetër dhe jemi të punu me kapacitet plot. Prandaj kërkesa ime është prapë, si rektori juaj. Mos ta ktheni mbrapa, mos e dëmtoni punën e senatit, vazhdojmë, kemi shqyrtu gjitha këto raste mbledhjen e ardhshme. Urdhëro të kanë. Po mendoj para nuk vetëm ta bëjmë sërim edhe për publikun, ndoshta ta dimë se nuk mundem me ndryshu kushtet e interpretimit të konkursit, po s'fesëm pasi ka ndodhur ngjarja shpallje. Kjo do ta kemi qartë në punët as komisioni me bëjë interpretime të tjera. Mirë po, për qëllime menaxheriale të rasteve, në qenë se sot do paraqiten dilema rreth përmbajtjes së raporteve të komisionit dhe të fakulteteve, paraprakisht pajtuam që mos t'i përmendim as raste se mund t'i dëmtojmë kandidatët pa dëshirën tonë. Dhe mundem edhe me votë t'i dëmtojmë që nuk e meritojnë. Na, për shkaqe menaxheriale duhet ta për një mbledhje me kushtin në lidhjen e ardhshme, të gjitha të vinë dhe të marrin vendim. Por nuk isha dashur me dëmtu dikon as më shumë në emra, as në askon për shkak se ka interpretuar dikush ndoshta në mënyra të ndryshme. Mendoj, u pajtum që kështu të jetë me kusht të kthehen pastaj në mbledhjen e ardhshme. Dhe tha, marrim vendim, atë votojmë, gjithsesi kemi votuar.
Faleminderit shumë. Atër vazhdojmë produktore ke fjallë. Unë edhe ja po kërkoj. Dekan, kisha lutë duke të konsumum, mos na kthem rrap. Okej, unë nuk pajtohena me ndërhyrë konkurs. Si jemi të ndërhyrë? Kjo është ndërhyrje në konkurs. Unë deklaroj tërhiqna nga kjo mbledhje, nuk marr pjesë në mbledhjet të Senatit, si dekani Fakultetit Filozofi, sepse ju po ndërhynin procedurë konkursit në kundërshtim me konkursin. Edhe kjo është ndërhyrje. Mos i prejudikoj, mos i prejudikoj. Okej, nëse jeni i gatshëm, komplet shtyje mbledhjen, po jo në mënyrë selektive me pas zgjedhje. Veç nuk përdojmë i tamtu ata cilët me vërtetë në qënë atje. Shka të ideja, një kategori tjetër. Po eliminohen ata vetë. Nëse do shtyje komplet mbledhjen, po jo. Dhe kanë mos kanë ndrata, është drejtë jotja me ndaj, ose me dalë nuk kisha pas që ti me ndaj. Po është drejtë jotja me vendos. Dhe kanë shumë shkurt dekani fakultetarë. Po mendoj që njerëz që s'kan dilema duhet një procesue, mirë po me një kusht pajtona përgjithsisht me dekanin e juridikut që këto të shqyrtohen edhe nuk ka nevojë të përmenden emrat, po qëllimi është i mirë që paktën mos të pengohen këta që i plotësojnë gjitha kushtet edhe që mos vjen shprehje që disa të tjerë. Faleminderit shumë, po vazhdojmë. Vazhdojmë. A më vazhdojmë për çka? Vetëm një ndërgjyje shkurt të sëma. Shumë shkurt, Se nuk u përmend për nëse duhet të interpretojmë, ne kemi një komision statutar, që është Ja. tani. Edhe për atë që mos i përmend pajtohem me dekonin, që më herët. Ashtu dhe fillon. Mos përmend emra. Po, fillon na Që ne sot kemi marrë për shembull prova për disa kolegë juridik që i konsiderojnë jurist shumë mirë dhe kemi dhënë që kemi kolegë, por që mos bëjmë debat. Faleminderit shumë. Vazhdo, profesor. Okej, Fakulteti në Shkencë Matematike Natyrore është Gazmet Nafezi. E ka recensionin pozitiv edhe Këshilli i Fakultetit. Po vazhdo. Ka dalë mos shkamani. Dekon e ki fjallën. Fakulteti në qoftë se Nuk jeti ajë që tu mos shkomane. Kisha lutë. Kemi një rregullore. Në fakultetit të filologjisë. Unë në përfaqësoj këshillit, nuk u marr këtu me folë si emën lindikës. A ka mundësi veç me ja u bëni pyetje? Dekane e konsumumat pit nuk ka mundësi. E na praske, nuk kryma vetë. Nuk kryma vetë. Mos me rrë pjesë është ashtë juja. Fakulteti filologjisë në procese. Jo senatori. Fakulteti i filologjisë. Po përfaqësoj vendimin e këshillit të fakultetit të filologjisë. Në këtë rast, ne tërhiqemi. Fakulteti i filologjisë tërhiqemi. Mu po vjen shumë keq, po nëse këtu shkencat nacionale barazvlerësohen me shkencat inxhinierike dhe mjekësore, e ne e dim që ky Universitet i Prishtinës është themelu pikërisht për shkak të ekzistencës të çati seminari, edhe pavarësia e Kosovës e ka pas ambasadorin kryesor çat seminar, e revistë e cila publikohet që 40 vjet. Ju çysh doni çune? Unë personalisht nuk kam çfarë këtu, po vjen shumë keq. Nëse shkencat nacionale Ne do të kemi ndryshon qëndrimin këtij menaxhmenti. Ose kur këshilli i fakultetit në qëndrim që ne pektojmë. Faleminderit, është drejtë juja me ndajt, mundeni mu të rjek, unë insistoj që të rrinit në ndihmani. Se në këtë mënyrë nuk e ndihmani fakultetit. Vazhdojmë në këtë Se nuk kanë vajtë pa dy fakultete me Senator, jemi tu vazhdu vetëm me rastet të cilat janë të pastra. Të gjitha ka nuk e di cili është interesi me insistu me një disa raste që ende kemi dilemë. Vazhdojmë. Kvota merë dhe sa pojë me Po du të takomi, senator, na jemi të i kalu vetëm rastet cilat janë fjellë asilote, as gjë tjetër, as ma pak, as ma shumë. Nuk jemi të janë shkalu, as nuk jemi të refuzu, as një rast. Mirë. Po vazhdojmë. Gasmen Nafezi është në rend u kry senator. Fjallin atje për mes aty në ndëgjojmë. Jo, mos na ndrejtos udhëhet i senator. Vazhdojmë.
Koleg, senator, mundesh me marrë fjallën prej me, unë dhe heshim le. E kreve ta dhash fjallën, e kreve ta shtjetë dash me lënë përësit, nuk ka në me lënë përësit. Tu gjithë jënë pavarën, gjithë e ti. Kam folë këtu, profesori ndëruar, që një komë respekt, mas shumë që i ka folë senat, ka shumë ma mërë të drejtë. Sa të unë jem të da marë. Unë jem të da marë. Nuk është më regullë se këtu i të qizme. Unë nuk ka shumë. Adhe neve në ka të pasu. Ditë e mirë. Burdo. Në kësha propozu të shtyhe, në një vendim edhe mos bëjmë zgjedhje selektive, po të bëhet zgjedhja një të gjithë. Bëhet një vendimi qëndrueshëm. Po morë një vendim, senatore? Po jo, na nuk kemë qartë, apo punohet me rekomandim, apo punohet me statut. Po të ta sqarojmë për ata dhe që të mbledhe me statut. Fakulteti ju propozoi. I shumë kur të bëhet sqarimi ligjor se që të mbledhe me statut. Vazhdojmë atë që prokuroria ketë. Pra, Gazmet Nafezi ka recenzën pozitiv 2 instanca, e ka një punim si autori po në revista të databazave që janë në rekomandim. Kjo është gjendje e tij. Faleminderit të hapi diskutimin, dëshiroj dikush të marrë fjalën. Ju kisha lutur vetë shturi me marrë fjalë përmes meje. Ka kush është që Gazmet Nafezi të zgjedhët profesor asistent? A ka kundër abstenim? Një abstenim. Kandidati tjetër me radhë nga Fakulteti i Shkencave është Terim Gashi, gjithashtu është asistent i brendshëm, ka një punim si autor i parë në revistë, ka 2 recensione, vlerësime pozitive nga komisioni recenzuese dhe nga këshilli i fakultetit, prandaj edhe kush ka ndonjë ashtësi. A për diskutim urdhë senatore? Je keq se po kaluan të gjithë raste në fakultetin e shkencave. Kemi disa raste të hershme. Tu po paraqitet ju se për rastin tash në fjalë për Terim Gashin që se ka një punim në revistë me impaktator. Realisht nuk ka mulë të hasë të kapull. Nuk na keni këtu as në email dhe para dekani i fakultetit të filozofisë efektive. Do ne nuk kemi çostin e këtu që ju po i keni çostin për me po në popën e të reviste dhe ku është e paraqitur në shqip. A është vetëm në konferencën të këndore apo është reviste në realitet? Kërkohet me impakt masovë për revistë dhe revistën tash do ta qesme nëse. Çdo dilemë që keni për ta kandidat na ju tregoj pa kur problemi. Veç mos na ktheni mbrapa, te kanë dëshuar. Mirë. Që shkoni tabelën selektive të shkallërisë Krim, mos na them rrapa, kisha. Jo, shumë mirë, do të thonë çështo rastet me diskutim. Kudo që keni dileme, kudo që keni problem, ju lutem diskutoni. Me një herë i shëroj. Do të thonë një tabela që është për që ka dalë prej komisionit mësimit për profesorin ekspert nuk janë sa ta për komisionin. Do të thonë është konstatuar që punimi Land Cover of the Municipality of Prizren i votuar 2012 në Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics është punim që i plotson kriteret ku kandidati është autori i parë, është punim që i plotson kriteret e recenzionit, është i indeksuar në Microsoft Academic. Keni dëshirë ta shikojmë një herë Microsoft Academic? Keni dëshirë me njëherë ta vendikoj Microsoft Academic apo jo? Programul shkallë geografi ekonomike, geografi rurale, geoekonomi, geografi geografi dhe geografi në fakt. E kemi për kozmografi. Senator, mas pari ta shërën qëto. Fakt nuk ka punim, apo konstatojnë që është punimi. Nuk është punim, realisht nuk është punim. Duhet me në faktë punimi, duhet. Në tonë, njëherë ta konstatojnë ma punimi është punimi, pastaj tjera. Do në të shkojmë në Microsoft Research online të hapim referencët, apo e njëherë. Edhe njëherë kujtëm, ndihuni të inkurajuar që shtu i sqarojmë se cilin dyshim që kemi. Ndihuni të inkurajuar të ngritni cilin do dyshim që kemi. Ja e ma tonë. Ta shprejt, senator të këshallu. Shprejt tash, se friherë që do njërë të sqarojmë. Shkërkove që ku kje. Dhe më tonë, ne që është e për sqarojmë mas pari, pas ta i shkojmë tjera.
Senator, voti është shumë fjalë për një herë. Shikoni një herë. Shikojni pra online referencën Microsoft Academic Land Cover of the Municipality of Prizren, Ferim Gashi me referencë. Punimi u dëshmu me çikash. A e marrun punimin? Ku ka dilema tjera? A marroi dyshimit e punimit? Nëse po, mund të kalojmë gjëra tjera. E vazhdojmë që të të Gazmen na fezim tu. Po, gazmen na fu, perimi këtu e kontestoj. Jemi Okej, të kanë të shka? Okej. Mira, ka dikush tjetër për Ferim Gashin e Kooperacionit. Kush është që Ferim Gashi të zgjedh profesor asistent? Kundër abstenim? Një kundër. Vjen me radhë kandidati Kajtas Vllodza, është asistent aktualisht. Ky ka 2 punime si autor i parë në revista, ka vlerësim pozitiv nga komisioni vlerësues edhe këshilli i fakultetit. Okej, dëshiron dikush fjalën? Qofse ja të kush është që Kajtas Vllodza të zgjedh profesor asistent për lëndët natyrisht që janë cituar. Kundër abstenim 20. Pastaj vjen një pozitë si mbas për lëndë metodë matematike, është në pyetje kandidati Edmund Aliaga, është asistent. Aktualisht i ka 2 punime si autor i parë në revista, ka recension pozitiv, ka dhe vlerësim pozitiv nga ana këshillit të fakultetit. Dëshiron dikush fjalën lidhur me kandidatin Edmund Aliaga? Kush është Edmund Aliaga të zgjedh profesor asistent në lëndët e sektorit? Kundër abstenim 20. Kandidati tjetër me radhë nga Fakulteti i Shkencave është Armen Shabani. Ky ka 3 punime si autor i parë në revista, këtu ju e ka materialit që 4 punime, po një rishikim, ka ndalë 3, në realitet nuk i bëjmë më shumë se ne. Ka vlerësim pozitiv nga ana komisionit recenzues edhe këshilli i fakultetit, është asistent. Dëshiron dikush fjalën? Kush është që Armen Shabani të zgjedh profesor asistent? A ka kundër abstenim? 20. Atëherë fakulteti i shkencave nuk ka më shumë. Te fakulteti i filologjisë ka mbet në grupin që duhet të trajtohet si kandidat? Po, 3 kandidat për sot. Vazhdojmë me fakultetin juridik. Me fakultetin juridik vjen me radhë kandidati Fisnik Korenica. Ky është asistent i brendshëm nga viti 2012, ka një numër të madh punimeve, pra më shumë se 4 punime si autor i parë në revista në Skopus. Ka vlerësimi pozitiv nga këshilli i fakultetit edhe nga komisioni recenzues, nuk ka zërim. Faleminderit, dëshiron dikush fjalën? Po unë po do të thonë që është një prej 2 ose 3 që dallohen fakulteti juridik, për sa unë kam shikuar deri në tash. Kush është që Fisnik Korenica të zgjedh profesor asistent? A ka kundër abstenim? 20. Vjen me radhë kandidati Valbon Mulaj. Është asistent se partoni një përsërit edhe ju pak më shpesh, kur e shihni se ka 3 punime, siç ishte pak rasti i artikulit. Do ta bëjmë. Somi në largu nga po. Me knaci, po, me knaci. Ja një pak zjarr. Pra Valbon Mulaj është asistent nga viti 2012. Ky ka një punim në revistë si autor korrespondent, që lejohet me statut, është vlerësim pozitiv nga komisioni vlerësues edhe nga këshilli i fakultetit. Dëshiron dikush fjalën? Në sens se projektori edhe kandidatën e parë dhe krejt këto që janë në listë, konsideroj se i plotësojnë kushtet statutare, komisioni ka konstatuar kanë rekomandime pozitive dhe kërkoj që të votohen në Senat. Faleminderit shumë. Kush është që Valbon Mulaj të zgjedh profesor asistent? A ka kundër abstenim? 20. Vjen me radhë kandidati Avni Puka, asistent nga viti 2012, ka një punim si autor i parë në revistë, ka vlerësim pozitiv nga këshilli i fakultetit dhe nga komisioni vlerësues. Dëshiron dikush fjalën? Kush është që Avni Puka të zgjedh profesor asistent? Ka kundër abstenim?
20. Është edhe një kandidat në fakultetin juridik. Po, Flamur Mrasori është asistent nga viti 2012, ka një punim si autor i parë në revistë, vlerësim pozitiv nga Komisioni Recenzues edhe nga Këshilli i fakultetit. Dëshirojmë dikush fjalën? Jo. Atëherë kush është që Flamur Mrasori të zgjedhë profesor asistent? A ka kundër abstenim? 20. Vazhdojmë me fakultetin e ndërtim. Po mbeti, shihem më bash. Me fakultetin e ndërtimtarisë dhe arkitekturës. Këtu i pare që kandidat që mund të përgjojmë më të tjerë është Ekzem Bajaktari, është asistent, ka doktoratur të jashtme të nostrifikuar, një punim në revistë si autor i parë, ka vlerësim pozitiv nga Këshilli i fakultetit edhe nga Komisioni Recenzues. Dëshirojmë dikush fjalën? Kush është që Ekzem Bajaktari të zgjedhë profesor asistent? Kundër abstenim 20. Vazhdojmë me kandidatin Bujar Vajqinovci. Ky ka gjithashtu doktoratur nga jashtë të nostrifikuar, ka 3 punime si autor i parë në revista, dhe në rast që mblen ndoshta fjalë të mira me thonë për ta. Ka vlerësim pozitiv nga Këshilli i fakultetit edhe nga Komisioni Recenzues. Hapi debatin, dëshirojmë dikush marrë fjalën? Kush është që Bujar Vajqinovci të zgjedhë profesor asistent? Kemi kundër abstenim 20. E kemi edhe një kandidat të tretë në fakultetin e drejtërisë, Teuta Jashari Kajtazi. Kjo ka kryer doktoraturën në Vjenë, ka të nostrifikuar. Te punimet e ka një punim si autor i parë në revistë, po këtu ju ftoj për pak më mendje nderuar senator. Te punimi i kandidatës duhet t'ja shëroj që ky punim është publiku pas mbylljes së konkursit. Por kjo e ka dëshminë që ky punim është pranuar para mbylljes së konkursit, madje edhe para hapjes së tij. Por ne çështje pa kontestuese themi ka qenë që do të më ju mendosh që në publikim megjithatë në revistë ka dalë që aja është pranuar diku në janar. Çdo që tjetë kjo ka pas mundësi më publiku kej pavone ende, e na mëse pas fare atë publikime dhe kjo është kishku. Realisht, juridikisht ka qenë rregull, po këto i thash në mënyrë që ndarme nëse dikush është atje, pse u pranu kjo tash tek akon janar, me kon çarune këto dilema, i ka konfirmimi nga redaksia e revistës që ju ka pranuar, domthonë, herë. Të koni do Okej. Besoj që keni letrën e pranimit. Po, dokumente e keni pasur dhe është e mirë të është e nevojshme. Për fakultet që të zgjedhët atje. Dëshirojmë dikush tjetër fjalën? Vlerësimet i ka pozitive në 2 nivelet. Kush është që Teuta Jashari Kajtazi të zgjedhë profesor asistent? Inshallah bëhet dekani më shpejt e hektime. Ka kundër abstenim? Nuk kemi ma shumë në këtë fakultet, dhe fakulteti inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike e kemi një rast që është profesor asistent, është tashmë ka thirrje, edhe ajo deklaru që nuk kërkon avancim në kapove, kërkon me rizhje, nëse s'ka boj dhe ka me korrigjos. Ne në këtë aspekt edhe kërkushet se ka vlerësu me qenë se të do fjallë për thirin e njëjtë, kë Recep Hasani. Dëshirojmë dikush fjalën lidhur me këtë rast? Shqeni këto veç duhet ta di edhe senati, thirrjet të cilët kandidatët i kanë marrë apo mbesi. Domthonë këtu nuk bëhet fjalë as për zgjedhje as për avancim, domthonë bëhet për profesor asistent. Kush për zgjedhje? Kush është që Recep Hasani për zgjedhjet profesor asistent? Thirrje një. A ka kundër abstenim? Vjen në rol fakulteti mjekësisë. Jo, vjen dhe në rekë. Po s'kem që mujna me të diskutu dhe s'ka. Jo, keni shipe i ljohë. Nuk është profesor. Është profesor. Me rizjede është? Po shipe i ljohë. Atë është profesor Folja mund të thejnë edhe njerë? A shkun të abet të kom? E dyta. Po se ondo për kini drejt.
Edhe ke ushtria? U kryja, atëre me gjithat. Polja, përkim polja së s'ka pas në polja. Okej. Se di. S'na prish punë. Fakulteti i mjekësisë. E kemi kandidatin e parë që është profesor asistent tashme, edhe kë është rizgjeli. Dëshon dikush fjalën lidhur me këtë rast? Adnan Bozalia, vazhdo. Qofse ja për kush është që Adnan Bozalia të rizgjehet profesor asistent? Kundër abstenim, 20. Vjen kandidati Fisnik Kurshumleu, ky është asistent në Fakultetin e Mjekësisë, ka 3 punime si autor i parë në revistë, ka vlerësim pozitiv nga Komisioni Vlerësues dhe nga Këshilli i Fakultetit. Dëshon dikush fjalën? Dikush tjetër, kush është që Fisnik Kurshumleu të zgjedhet në thirrjen profesor asistent? Kundër abstenim, 20. Me radhë vjen kandidatja Besa Gacaferi Ljumezi. Kjo është asistente në Fakultet të Mjekësisë, ka 2 punime si autor i parë në revista, ka vlerësim pozitiv nga Komisioni Recenzues edhe nga Këshilli i Fakultetit. Dëshon dikush fjalën? Është pozitë e re, kandidatja Dëshon dikush fjalën? Kush është që Besa Gacaferi Ljumezi të zgjedhet në thirrjen profesor asistent? Ka kundër abstenim, 20. Vjen kandidati Naim Jeriliu, ka doktoratur në Maastricht të nostrifikuar, vesh i lutëm për vëmendje. Naim Jeriliu, pra doktoratur në Maastricht të nostrifikuar, është i angazhuar me honorar, nuk është staf i UPSM-ve, ka 4 punime si autor i parë në revistë, ka më shumë se 3 vite përgoj punës që kërkohet për ata që vinë për e parë. Ka vlerësim pozitiv nga Komisioni Vlerësues edhe nga Këshilli i Fakultetit. Dëshon dikush fjalën lidhur me këtë rast? Dekon kandidat vlerëson kriterit me statusin e sigurisë. Dëshon dikush fjalën? Qofse ja për kush është që Naim Jeriliu të zgjedhet profesor asistent? Kundër abstenim, 20. Vjen kandidati Burim Neziri, është tashmë profesor asistent, do të thotë ky thirrjen e ka edhe aplikon për rizgjeli. Mirë, dëshon dikush fjalën? Disa landë, kujdes infermieror, edhe nuk kemi zgjedhur në fizioterapi, nuk kemi zgjedhur asnjë kandidat, do ta duhet të votohen, sepse nuk i kanë përsuar kriterit të dhe janë në lista. Ata ata që janë në pozitë të këtina. Ata refuzojnë një automatikisht. Nuk i kemi propozuar, kemi dhënë recenzion negativ. Ata jesin kur i trajtojmë. Hapi debatin lidhur me këtë rast, dëshiron dikush fjalën? Jo, atër kush është që Burim Neziri të zgjedhet, të rizgjedhet, profesor asistent? A ka kundër abstenim? 20. E kemi edhe një kandidat rizgjede, Sabahat Zeqiri, është profesor asistent nga viti 2012. Sabahat Zeqiri. Kë kërkon që të rizgjede, ka kërkon të rizgjede. Dëshon dikush fjalën? Qofse askush të tonë fjalën, atër kush është që Sabahat Zeqiri të rizgjedhet? Të zgjedhet të shumë. Ka kundër abstenim, 20. Në Fakultet Mjekësisë është edhe një pozitë për rizgjede, profesor asistent, por që nuk kemi mujtë me prunë se janë 5 pozicione, aty ka që kanë kontrollet profesor asociuar, kanë recenzuar edhe të rregull, edhe prandaj ata do të trajtojnë gjithë në paketë, se ka edhe kundër kandidat, kështu që i kombinojnë pozat e mëshme. Fakulteti i Edukimit. Kandidatja parë që mund të procedojnë është Arlinda Beka, është asistente në Fakultetin e Edukimit, ka 2 punime si autore parë në revista, ka recenzion pozitiv nga Këshilli i Fakultetit edhe nga Komisioni Recenzues. Dëshon dikush fjalën lidhur me këtë rast? Puno të kanë?
Do shpreh falënderim komisionit edhe po ashtu edhe kandidatës për një punë të shkëlqyer. Faleminderit për natën për përgjigje. Dëshon dikush tjetër? Atë kush është që Arlinda Beka të zgjedhë profesor asistent? Kundër abstenim 20. Kandidat tjetër është kandidati vërtet Teuta Danuza, asistente në UKM nga 2006. Ka një punim si autore po në revistë, realisht edhe një tjetër, po pak kishte dilema, pse do të jetë një apo të mjaftueshëm. Ka vlerësim pozitiv nga Komisioni Cenzus edhe nga Këshilli I Fakultetit. Hapi debatin njërë në këtë rast? Ka doktoru në Lublano, është një puntoha shumë e mirë, I ka 2 punime, po këtu dilema tona ka që qëtëson të gjitha shkujtë. Dëshon dikush fjalë, kush është që Teuta Danuza të zgjedhë profesor asistent? Kundër abstenim 20. Për këto për mbledhje nuk kemi rast të tjera që... Mirë, atër me këtë do të përfundojmë pikën e 2 rendit e ditës, ju të që të kalojmë të pika e 3 e rendit të ditës, që është shqyrtimi dhe marrja e vendimit për ratifikim të punimit të doktoratës të kandidatës Jehona Ahmeti, Fakulteti Mjekësisë. Profesori për udhëtime shkëlqyese ka fjalën. Do shta di qarove në uregna o do atyne që u ava. Sorry, vana dhe tash. E kësha lutë në gjërësimi gati ka fundit. Pra, kandidatja Jehona Ahmeti ka arritur në fazën e ratifikimit të punimit doktoratës, ka paraqit kërkesën për anësit doktoratës për ratifikimin e punimit të ndihmojnë krahasimi i ozonit gazor dhe klorheksadinës në parandalimin e alveolit. Komisioni konstaton se janë plotësuar gjitha kushtet për leji për ratifikimin e punimit, veçanti kushti për punim të publikuar. Faleminderit profesor, dëshon dikush fjalën? Kush është që të ratifikohet punimi I doktoratës kandidatës Jehona Ahmeti? Kundër abstenim 20. Kalojmë te pika e 4, miratimi I temave dhe mentorit të doktoratës për kandidatët. Për shkënjim